Nga Jeruzalemi, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mbajti në fjalim ku u përgjigj drejt për drejt komenteve të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan lidhur me statusin e qytetit të shenjtë. Netanyahu shpreh me tone sfiduese dhe të prerë: "Fakti mbetet që këtu jemi ne, ky është qyteti ynë, zoti Erdogan, nuk është qyteti juaj, është i yni dhe do të jetë gjithmonë qyteti ynë, nuk ka për t'u ndarë kurrë." Deklarata e tij është një mesazh i qartë politik dhe simbolik që synon të theksojë sovranitetin izraelit mbi Jeruzalemin, qytet i cili ka rëndësi të madhe historike, fetare dhe gjeopolitike, jo vetëm për hebrejt, por edhe për muslimanët dhe të krishterët. Jeruzalemi mbetet një nga çështjet më të nxehta në konfliktin izraelito-palestinez, në pjesën lindore të tij të konsideruar nga komuniteti ndërkombëtar si territori pushtuar që palestinezët e shohin kryeqytetin e arshëm të shtetit të tyre. Presidenti turk Erdogan, nga zërat më të fuqishëm të mbrojtjes së aspiratave palestineze dhe një kritik i hapur i politikave izraelite, duke kundërshtuar prerësisht çdo pretendim të Tel Avivit për kontroll të plotë mbi qytetin e shenjtë. Ai ka theksuar vazhdimisht se Jeruzalemi lindor është i pazëvendësueshëm për një zgjidhje të drejtë të konfliktit. Përplasja verbale pritet të ndikojë në marrëdhëniet izraelito-turke, të cilat për më shumë se një dekadë kanë kaluar mes tensioneve dhe përpjekjeve të herpashershme për normalizim. Marrëdhëniet diplomatike mes dy vendeve kanë qenë të trazuara që nga kriza e flotës të vitit 2010, ndërsa episodet e fundit tregojnë si distancat politike mbeten të thella. Këto zhvillime shtojnë presion mbi skenën ndërkombëtare, duke e bërë dhe më të brisht klimën e paqëndrueshme në lindjen e mesme, ku çdo deklaratë politike ka potencial të ndesë tensione të reja në terren.